Imagjinoni një martesë fisnike që nuk ndodhi kurrë. Një princ shqiptar që vritet për një grua, një vrasje që ndez luftë mes Skënderbeut dhe Venedikut. Dhe në zemër të gjithë kësaj, dy emra të mëdhenj, Lek Zaharia dhe Lek Dukagjini. Por pse u vra njëri nga tjetri? A ishte për dashuri, për pushtet apo për hakmarrje? Historia që do të dëgjoni sot është një nga më të errëtat e Shqipërisë mesjetare. Nëse je pasionant pas historisë shqiptare dhe dëshiron të zbulosh rrëfime që nuk i gjen në librat e shkollës, atëherë je në vendin e duhur. Shtyp butonin like dhe abonohu në kanalin Histori Epike për të mos humbur asnjë video tjetër ku e kaluara jon rilind para syve tuaj. Lek Zaharia ishte biri i Koja Zaharis, një komandant i njohur shqiptar. Pas rënjes së perandorisë serbe, familja Zaharia konsolidoi pushtetin në zonën veriperëndimore të Shqipërisë së sotme, duke ngritur një principat të vogël, por të pasur që shtrihej rreth Danjës, Zadrimes dhe fushave përreth Shkodrës. Lek Zaharia trashëgoi këtë principat dhe e forcoi pozitën e tij përmes lidhjeve me Republikën e Venedikut. Në vitet 1430-1440, ai konsiderohej një nga fisnikët më të fuqishëm shqiptar në veri, duke kontrolluar kalat kyçe si Danja, Sati dhe vetë qytetin e Shirqit. Ai kishte lidhje të drejtpërdrejta me Venedikun, i cili në atë kohë kërkonte aleat lokal për të mbrojtur interesat e veta në brigjet shqiptare. Në vitin 1444, kur Gjergj Kastrioti Skënderbeu thirri lidhjen e Lezhës, një aleancë e princërëve shqiptar për të luftuar pushtimin osman, Lek Zaharia ju bashkua kësaj nisme historike. Megjithatë, ndryshe nga shumë princër të tjerë që kishin shpallur një bashkim të sinqert, Lek Zaharia e mbajti aleancën me rezervë. Ai mbeti i lidhur fort me interesat e Venedikut, ndonjëherë edhe në dëm të bashkëpunimit mes princërëve shqiptar. Kjo gjendje e paqartë vendosi atë në pozita delikate brenda lidhjes. Të tjerë princër, përfshirë Lek Dukagjinin, e shihnin me dyshim, madje me armiqësi. Por përplasja më fatale nuk ishte politike, por personale. Të dy princat, Lek Zaharia dhe Lek Dukagjini, ishin të dashuruar me të njëjtën grua, Jerina Dushmanin, vajza e Pal Dushmanit, një fisnik i njohur i zonës së Zadrimës. Sipas të dhënave historike, në këtë interesim të dyfisht, Jerina zgjodhi Lek Zaharin. Historianët venetikas tregojnë se Jerina ishte e fejuar me Lek Zaharin, ndonse Lek Dukagjini e kishte kërkuar edhe ai për grua. Rivaliteti mes tyre u thellua, kaloi përtej kufive të dashurisë dhe u shndrua në urrejtje personale. Me rastin e ceremonisë martesore të motrës së Skënderbeut, Mamica Kastrioti, në një darkë solemne ku të dy ishin të pranishëm, shpërtheu një sherr i rënd, verbal dhe fizik. Lek Dukagjini mbeti i plagosur dhe u shpëtua vetëm nga ndërhyrja e vrana kontit. Dukagjini u largua me zëmërim, por nuk harroi as turpin, as gruan e humbur. Kjo ngjarje ndodhi në vitin 1445, e hakmarrja e Dukagjinit erdhi 2 vite më pas, me anë të një prite të përgjakshme. Në vitin 1447, në zonën e afërt me Lezhën, Lek Zaharia bie në një pritë të organizuar nga Lek Dukagjini dhe vritet. Kjo vrasje ishte një goditje e rëndë për stabilitetin mes princërve shqiptar dhe shënoi një pikë these në marrëdhëniet mes tyre.
Këtu kemi dy opsione të ndryshme se si ndodhi ngjarja. Kronikani bashkohor shqiptar Marin Barleti thotë se vrasja e Zaharis ndodhi në vitin 1447 dhe ai u vran nga dora e vet Lek Dugagjinit gjatë një prite. Por në anën tjetër, kronikani venecian Stefano Magno në dokumentet veneciane shkroi se ngjarja ndodhi në vitin 1444 dhe se Zaharia u vran nga Nikola Dugagjini, vasal i Lek Dugagjinit. Vrasja tronditi opinionin publik të kohës dhe bëri që Venediku të alarmohej. Lek Zaharia kishte qenë një aleat besnik. Dhe tashmë që ai ishte vrar, kontrolli mbi pronat e tij ishte në rrezik. Pas vdekjes së djalit të saj, nëna e Lek Zaharis, i cili nuk la pas trashëgimtar, e mbështetur nga Venediku, mori një vendim të bujshëm. Ajo i dorëzoi kështjellat e birit të saj Republikës së Venedikut, një akt që shkaktoi zemërim të thellë te Skënderbeu dhe të princa tjerë shqiptar. Skënderbeu nuk deshi të lejonte që një territor shqiptar pjesë e lidhjes së Lezhës t'i kalonte një fuqie të huaj. Kjo çoi në një përplasje të drejtpërdrejtë me Venedikun, lufta shqiptaro-venedikase, e cila zgjati 2 vjet. Venedikasit kërkuan ndihmën e osmanëve në mundjen e Skënderbeut dhe lidhjes së Lezhës. Mirë po shqiptarët dolën fitues duke i mposhtur të dyja palët. Kjo rezultoi në arritjen e një marrëveshjeje mes të dyja palëve. Venediku do ta mbante Kalan e Danjës, por do t'i paguante Skënderbeut pension vjetor dhe do t'i ofronte shërbime të tjera lidhjes së Lezhës. Të kujdesshëm nga fuqia e Skënderbeut, Venediku nuk e sfidoi më hapur. Ndërkohë Lek Dugagjini, i cili tashmë kishte vrarë rivalin e tij, nuk arriti të përfitonte nga kjo vrasje. Ai mbeti një figurë e fuqishme, por jo e respektuar për aktin e tij. Marrëdhëniet e tij me Skënderbeun u tensionuan, edhe pse vite më vonë ata do të bashkoheshin sërish në betejat kundër osmanëve. Historianë si Marin Barleti, Fannoli dhe të huaj si Franz Babinger kanë analizuar këtë episod si një shembull klasik të tragjedisë shqiptare mesjetare, një popull me princa të guximshëm, por të ndarë nga ego, hakmarrja dhe rivalitetet personale. Në fund, nuk ishin vetëm osmanët dhe vdekja e Skënderbeut që shkaktuan rënien e rezistencës shqiptare, por edhe plagët e brendshme, si kjo vrasje që tronditi lidhjen e Lezhës që në themel. Lek Zaharia, një emër që mund të jetë harruar nga shumë shqiptarë sot, mbetet një figurë kyçe për të kuptuar politikën, tragjeditë dhe ndasitë që shoqëruan Shqipërinë në kohën e Skënderbeut. Ai ishte një princ, një komandant dhe mbi të gjitha një viktim e një epoke të ndërlikuar. Vrasja e tij nga Lek Dugagjini nuk ishte thjesht një krim i pasionit, por një goditje ndaj unitetit shqiptar në kohën më kritike të historisë sonë. Tani që e mësuat këtë histori dramatike mes Lek Zaharisë dhe Lek Dugagjinit, dua të dëgjoj mendimin tuaj. A mendoni se vrasja ishte një akt tradhtie ndaj unitetit shqiptar apo një hakmarrje e pashmangshme në një kohë plot intriga? Shkruani në komente, sepse tek histori epike edhe mendimi juaj është pjesë e rrëfimit. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.